Më shumë se 1200 demonstrata u mbajtën në qytete të ndryshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me pjesëmarrjen e qindra mijëra njerëzve në mbar vendin. Protestat u mbajtën në shenjë kundërshtimin ndaj politikave të presidentit amerikan Donald Trump dhe Elon Musk, i cili aktualisht drejton Departamentin e Efikasitetit të Qeverisë amerikane. Unë mendoj se është e rëndësishme të flasim dhe të ngrijmë zërin. Mendoj se çështja nuk është zgjidhje. Mendoj se të gjithë duhet të jemi të angazhuar. Duhet të qëndrojmë vigjilent. Mendoj se kjo nuk është vetëm për komunitetin tonë në përgjithësi, por për botën në përgjithësi. Protestat u organizuan nga grupe pro-demokratike dhe aktivistët të drejtave civile, të cilët e konsiderojnë bashkëpunimin Trump-Musk si një marrëveshje armiqësore që rrezikon liritë themelore të qytetarëve amerikan. Protestuesit theksuan shqetësimet për politikat e jashtme të Trump, duke brohuritur duart larg Kanadas, duart larg Groenlandës dhe duart larg Ukrainës. Protestat u zhvilluan përpara ndërtesave federale, zyrave të Kongresit, bashkive dhe institucioneve publike, si dhe në hapësira publike në të gjithë shtetet amerikane. Organizatorët kanë ngritur shqetësime për shkurtimet në administratën amerikane, deportimin e emigrantëve si dhe sulmet ndaj institucioneve demokratike.